Për herë të parë, gjithashtu, kemi pas një kohë shumë të gjatë rritjet pensioneve. Pensionet për mbi 300.000 pensionmarrës janë rritur për 20%. Përveç rritjes së rregullt, të gjithë pensionistët kanë marrë shtesa prej 100 euro 5 herë gjatë mandatit tonë 4 vjeçar. Rreth 7 miliona lehona sërish për herë të parë kanë marrë shtesa nga shteti, sikurse edhe mbi 400.000 fëmijë të Kosovës. Për fëmijët i kemi 2 fishuar dhe 3 fishuar shtesat dhe për 2 vjet radhazi ua kemi ndarë nga 100 euro për fundvit, sepse mirëqenia e shoqërisë e posaçërisht e qytetarëve që i kanë nevojat më të mëdha është në fokus tonin. 3 herë kemi rritur pagën në sektorin publik, kurse pagën minimale në sektorin privat 2 herë, nga 130 euro, 170 euro sa e kemi gjetë, në 265 euro dhe nga 265 euro në 350 euro. Mandatin tjetër do të arrisim përsëri mbi 500 euro. Varfëria është ulur nga 25.5% vitin 2021, kur ne e morëm qeverisjen, në 19.2% në vitin 2024, sipas Bankës Botërore. Papunësia është ulur nga më shumë se 25% në më pak se 11%. Që të dyja po e ndjekin trendin e rënjes. Pra jemi Republikë Demokratike ku po zbutet varfëria e po bie papunësia.